E falenderojmë Allahun, salavatet dhe selamet dërguar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij dhe për gjithë shokët e tij. Është shumë e rëndësishme parimisht me i ditë do për shenjave të hirbozit, po sidomos në këtë kur njëtin ku ignoranca është shumë e madhe, edhe padituria është shumë e madhe në këtë aspekt. Mirë po përveç kësaj edhe shtimi i numrit të hirbozave është vazhdimisht në rritje. Vazhdimisht shtohen ata cilët në zemrat e tyre kanë dëshirë për me dëmtu tjerët. Një prej shenjave të para është se hirbozi shkruan hajmali, edhe në tu i përmend emrat e shejtanëve, edhe i përmend emrat e gjinëve, cilët ai i thirr ata për me bashkëpunu për një çështje të caktuar, për një qëllim të keq cilin ai e ka. E dyta është se ai përdor gjona të cilat janë shumë të dyta. Pra kur të shesh një person i cili përdor flok, thënj, ose edhe gjak, e kështu me radhë, krejt këtu janë cilat ai i bën si shkak i shërbimit që ja bën e gjinëve, edhe të lidhjes tyne me ta, nga se shejtant e urrejnë pastërtin. E kjo në mënyrë që mu afru të ta sa ma shumë, përdor gjona cilat janë dyta. E treta është se lidh nyja edhe i fryn ato. Qysh e ka përmend Allahu subhanahu wa taala këto në surën Falaq. Pra, kur dën me bo sehrin cilin ai e ka për qëllim me bo, edhe nyjet cilat i lidh me këtu senin dyta, atëherë e bën këtë nyje të vetën për këtë qëllim dytë edhe të keq qëllim mundet me pas. Qoftë për ndarjen e çiftit, qoftë për ngjecjen aspektin e pasunisë, qoftë për dëmtimin e shëndetit, varësisht për qëllimit të keq qëllim e ka. Tjetra është që përmendin dietarët është edhe se ata e fshehin çështjen kur ata i bojnë nyjet edhe sehrin në vende ndryshme, qoftë në rrjedh, qoftë në tokë, ose qoftë edhe tek varrezat. Pas kësaj, një gjë e cila është shumë e dyshimt, cilën ata e bojnë, është se ata sporkosin me ujë që munden zakonisht e morin ujin e masti që të pastrujnë gjenozën. Ata kanë shumë ambicie mëdha që me morë këta ujë, për arsye se në këtë formë lidhja e tyne me gjinët bëhet shumë e madhe e shejtanëve, edhe me këta ujë në dytë, nga njëherë veç me këta ujë, nga njëherë të shtu edhe elemente tjera jo të pastërta, ata spërkosin shpinë. Mundet me po njëri para shtëpisë vetë, ose mundet me po tek vetura e vetë, ose mundet me po tek dhoma e gjumit vetë. Varësisht për vendeve ndryshme, mundet me po shenja jo natyrale cilat janë. Edhe uj apo aromë e keqe shumë e rëndë që vjen për këti ujit cilin ata i kanë bo këtë përzimje. Po ashtu pas kësoj vjen edhe rituale që ata i kanë natën, sidomos mas gjysmës natës. Nga se si s'dihet shejtanët edhe gjinët shpërdohen natën, edhe pas mes natës kur njerëzit flajnë se hirbozi që atëherë e fillon punën me ta. E para sepse kërkush nuk e sheh, edhe e dyta që atëherë e kanë ndikimin tepër të madh e gjinët edhe shejtant. Edhe sheh personi caktuar natën thirr emra caktuar, përmend gjona të cilat ti çuditesh nëse i nin që s'kan kur fal lidhje as Kur'an as Sunet, edhe gjona dyshimta që as nuk janë gjurshqipe ato. Mirë po i dëgjon për arsye të lidhjes tij të cilën e ka me gjin edhe me shejtan, duke kërkuar informacion për filonin, për filonën, ose për qëllimet e veta të cilat ai ka. Tjetra është edhe djegja e gjonave të cilat ata i bojnë, për arsye se në këtë formë forcohet gjithherë lidhja e tyre me e gjinët edhe me shejtant. Edhe e sheh që mundën shumë shpesh me pos ofër veti këta persona,
çështje caktuar të cilat nuk ka dëshirë kërkush tjetër me i po. Qoftë për shembull koka gjarpnit, ose për shembull mundet me pos elpendra të shpenzëve ndryshme e kështu me radhë. Edhe në këtë formë i bojnë bashk, bojnë edhe lloje djegjeve me to, edhe në këtë formë i vinë aty një gjendë edhe shejtan të forma që ata i shohin, të lifore, për me bashkëpunu me ta. Tjetra është se ata shpesh herë, edhe fundit është, se ata vetë edhe thirrin kofsh ose shpez, thirrin për e gjenë edhe për shejtan. Nga se është e dishme hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar mu thirr diçka për dikën tjetër përveç për Allahun. Mirë po ata këto e bojnë edhe kalojnë në shirk, në takri, mënyrë që me zbrit të këta shejtan. Qoftë mundet me prej diçka për shpezve pul, mundet me prej knus, mundet me prej dhe diçka më të madhe, edhe mundesh me po të këta që gjenden kokat e tyne, për shembull kokën e gjelit, ose të pules, ose mundesh me gjithë diçka prej kokave të kofshëve ndryshme, i gjon pranishmet e ta. Si shkak e lidhjes që e bojnë ata me shejtan kur e kryjnë këtë çështje për hir tyne. Këtu janë disa prej shenjave që duhet mi pas shumë parasysh. Po para këtë kësaj duhet mi di dy gjëra. Por është se ata nuk mundën me dëmtu kurrë pa dashur Allahu, edhe duhet me kon bindur këtë punë. Mirë po krahas me këto duhet me kon edhe çështja e mbrojtjes tek çdo musliman që me uru për këtyre gjërave. Edhe e dyta është që tek ndaj person i caktuar që i sheh këtu shenja të cilat i përmendëm, nuk na takon me gjyku direkt për to se ai është sihirbaz. Mirë po duhet më konsultu me xhallar, duhet më konsultu me njerëz dijes edhe më pyet mi thon që filan personi i ka çto shenja, rrenotën zgjut, thirrëmra që det shumë, e sheh që ka shumë papastërti në dhumt vet, gjak, pej, rruza, koka të kofshëve, djeg notën, nuk flen notën, e një të thirrë zona në banjo, e kalon një pjesë shumë të madhe në këtë vend e kështu me radhë. Krejt këtu janë veç alamet, janë veç qara'in, janë veç shenja. Po nuk është që është gjithsesi një çështje e tillë për pa konsultu me një njeri dijes. Elusum Allahun subhanallahu teala që më na ruan neve edhe gjithë muslimanëve për çdo të keqe.